kush të mundet ta bëjë. Dhe në bazë të përvojës time, në bazë të vuajtjeve që ishte dhimbje, ku të mbyllni zerat, Aleksandra, kush është Aleksandra këtu? Mbyllni zerat, ju lutem. Kam lipçen, po më fal. Mbyllë zerin që të mos dëgjohet në për të Ju tjerë. përshëndes, nuk e di tani e mbylla? Jo, përderisa flet nuk më mbylle. Në qoftë se do kemi diçka për të thënë, do ngrim dorën atje ose do atapim dhe të flasim. Per favore, posso fare un attimo? E mbylla unë. Në rregull. Atëre e shikoj që disa alma të tëra kini mbyllur edhe kamrat. Okej. Dhe është mirë që ne femra tash të punojmë, sepse në qoftë se do zej çdo femër me radhë, ka vuajtjet e saj, ka plagët e saj, dhe këto plagë nuk janë vetëm tuajat. Dhe këtu dua të jeni pak të merrni kurajo, si të themi, sepse ato plagët tuaja nuk kanë filluar nga ju, po ka filluar nga mamaja juaj, nga gjyshja juaj, stërgjyshja dhe 14 breza nga mbrapa. Dhe erdhi koha që ne ky brezi tani të shkëputemi nga këta zinxhirët e vuajtjeve, e mentaliteteve, e travmave, e programeve të ndryshme, dhe të vejmë tani vendin ton atje ku duhet dhe të jetojmë, jo të mbijetojmë. Se deri tani, unë besoj që kemi mbijetuar. Më marrin dhe të ky telefoni tjetër. Më falni pak. Dikush mbase nuk do hyj. Ne kemi filluar dhe jemi në Zoom. Dhe duhet të arrijmë të përqendrohemi dhe të lirojmë këto barrat e mëdhaja, frikrat, mentalitetin, të ndryshojmë, jo vetëm për veten tonë, për paraardhësit, por dhe për fëmijët tanë dhe çfarë do vinë nga fëmijët e fëmijëve. Shikoni që kur u bëra gjyshe, më ka hyrë kjo miza nga brenda dhe siç kam thënë edhe në për këto video, si sot muaj, për një muaj, do jem në Tiranë, kush është interesuar, për një trajnim shumë të fuqishëm, 3 ditorësh, gra dhe fëmijë. Pse tham gra dhe fëmijë? Sepse ne jemi ai vazhdimësia që do shkëputim zinxhirët dhe fëmijët bashkë që të kuptojnë gjërat që po ndryshojnë. Dhe kur ti si femër, si mama, nuk e mirë si gjyshe, mund të them tani, si stërgjyshe, çfarëdo që t'jesh, nuk arrin të dish si mendon fëmia jot, çfarë emocione dhe plagë ka, përfshirë dhe mua, dhe thash kam shumë gjëra dhe sot për të ndarë, që janë mësime, dhe me bindje të plotë, nga përvoja ime mund të them që kur ne ndryshojmë dhe njerëzit që janë afër, po fëmijët ta ndryshojnë. Sepse përveç këtyre studimeve dhe gjërave të ndryshme që kanë bërë, atë që unë përcjell tek njerëzit, është përvoja ime. Do të thënë, nuk kam qenë kjo që jam, dhe për dita punoj. Është dihet që në këtë rrugë tim, për dita do punoj. Nuk vajta bëra 5 seanca dhe mbaroj filmi. Nuk e bëra artën dhe e futa në sirtar, nuk e lexoj edhe mbaroj filmin. Ka ditë për ditë duhet të shikoj, të parashikoj pse më ndodh kjo. Pse sot isha e mërzitur ose e gëzuar. Dhe kam dhënë dhe erat në parë shumë ushtrime dhe këto po i merrni, çdo të mërkur po i merrni të gjitha dhuratë, falas. Po e shikoni, pavarësisht se
janë dhuratë, prap jemi tani 16 veta. Shqipëria që është kudo, edhe një telefon e kanë të tërë, edhe unë po i bëj ato video dhe i ftoj të gjithë, janë kudo dhe janë miliona, ose dhe gratë. Po nuk mund të bëjmë diçka ndryshe. Por ne që po bëjmë diçka ndryshe, do fillojmë të ndryshojmë veten tonë, fëmijët tanë, burrat, çfarë do që kemi afër, dhe do fillojmë të ndryshojmë dhe kolektivin, kudo që jemi. Prandaj ja sot tham një në Angli, një në Gjermani, një në një vend tjetër, një në një vend tjetër, unë në Greqi. Dhe energjia është kudo. Kur je dritë, qiririn tham tani po të shuaj unë dritat, ky qiriri do ndriti në errësirë. Kudo që t'jemi, neve do të shpërndajmë atë dritën. Si tha më parë, se kur 10 llafe i thua fëmijës për dita, në ato 10 një do mbaj mend. Dhe është mirë që edhe ne kur përsërisim disa gjëra, do na kujtojmë. Një mënyrë që kam thënë të punoni me emocion, si krijohet kjo jeta jonë? Emocionet tona, mendimet tona, që mendohemi për mirë ose për keq, krijojnë emocionet tona. Emocionet pastaj krijojnë atë të vërtetën tonë, ato që ne jetën tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, dhe këtë se them unë, këtë e kam provuar, dhe njerëz të tjerë që kanë thënë dhe kanë bërë, dhe shkencëtarët e kanë provuar, që në qoftë se i them mendjes ndryshe, atëherë do ndryshojë dhe gjendja jote. Dhe unë nuk jam njeri pa probleme. Probleme ka për ditë. Kam dhe unë, do të thënë, dhe të dy fëmijët. Vajza ka probleme të tjera, djali ka probleme të tjera, por puna është kur ndryshoj unë ose kur më parë, në qoftë se do shikoj një diçka, nuk do bëj një durim, s'kam patur shumë durim. Do përgjigjesha në moment dhe do mërzitesha për veten time në radhë të parë. Tani kam dhe durim, e ju lutem mbyllin zerat, që të mos rri unë të mbyll zerat ju. Ndaj, thamë, për kush të doj të jetë në Tiranë ose nga vendet e tjera, kudo që t'jeni, dhe në qoftë se do mundej në datën 23 me 25 që të bëjmë trajnimin, të shikojmë dhe mirë në Tiranë në çfarë vende do ta bëjmë baret nga sa persona do jemi. Do bëjt një trajtim që të arrijmë plagët tona të lirohen, fëmijët të flasin tek nenat, do punoj me trauma. Edhe do qajmë ato 2-3 ditë, të paktën 2 ditë e para, por edhe do gëzojmë dhe përfundimi do jetë shumë i mirë, sepse do filloni që të afroheni me fëmijët tuaj, do të çlironi barrën e shpirtit tuaj që keni të mbyllur, se shumë herë dhe nenat nuk arrim të flasim me fëmijët, sepse kemi frikë të themi çfarë ndjeni, çfarë bëni. Ata ndjejnë në peshën tonë, barrën tonë e marrin, kurse ne marrim të tyret, edhe qa bëhet, lozim një pikpong njëri me tjetrin dhe jemi të tërë të mërzitur. Prandaj, në qoftë se doni të bëni diçka ndryshe, dhe kush ka persona dhe fëmijë në shtëpi që mund të kenë një lloj sëmundje, një lloj që mund të mos flasin, mund të mos bëjnë, ose dhe një gjë tjetër psikologjike, është ta jap me firme me vullë që problemi është ndërmjet teje, bashkëshortit, dhe shumë herë ka edhe nga brezat e kaluara. Pse? Ato ditë do t'i shikojmë të gjitha këto çështje, nga kanë ardhur të gjitha këto, prandaj e keni djalë apo e keni vajzë, jeni në këtë moshë që jeni dhe në qoftë se jurojnë mamat dhe akoma nuk keni zgjidhur çështjet me mamat tuaja, merrin dhe mamat dhe ju si fëmijë dhe bëhemi 3 breza bashkë të vini të urdhoni. Sot do bëjmë disa gjëra, por do shpërndaj prapë përvojën time, dhe para se të fillonim kam shkruar dhe diçka, një si tregim, po shkruaj dhe një libër, ju kam thënë si një grua u shkëput nga zinxhirët e paraardhësve. Thash të gjitha këto i ndaj me ju.
kur kam qenë 12 vjeçe, jam rritur në fshat. Edhe që t'ja dilnim banë, mamaja, pavarësisht se ishte roba qepse, në Bear mblithnim dhe lule që i mblithnim të gjithë duke diu në Shqipëri, të tjerët që i mblithnim ato lulet Elbasan dhe ato lulet e bardha, që ishte 20 leka kile e shisnim, dhe i mblithnim që i thanim dhe i shisnim. Do të thënë, gjinte mënyrat të mamaja ime që të mundet të asil të shtëpi në Vërdallë, sepse kishim babajin, që babai për vete punonte, po nuk i dini për veten e tij, se do t'i merrte, dilte me shokët, i pinte, do të thënë, nuk merrte përgjegjësinë as të gruas, as të familjes. Edhe ka shumë shqiptarë, nuk i shajmë, sepse ashtu kanë ardhur ata paraardhës dhe çdo gjë bëhet për një gjë, se këtu nuk jemi për t'i sharë, këtu jemi që të pastrojmë, do të thënë, rrenjët tona, çfarë ka ardhur bindje dhe nga e kaluara, nga paraardhësit, dhe të kontribuojmë për të sjellë lumturinë, qetësinë. Dhe nga që ishte nxehtë, unë kalova, do të thënë ishte në Catarac, kalova dhe kam shkelur një gjarpër. Ai gjarpër ishte shigjet. Si fëmijë, shikonja që e shkela dhe ai gjarpri, unë kërcenja në për taracët, ai gjarpri më ndiqte nga mbrapa. Dhe unë vetëm thërisnja, që atëre unë kam marrë shumë frikë nga gjerprinjt. Dhe kam bërë shumë herë terapi më parë, dhe atë ndjenjë prapë e kam patur. Para ca kohëve, për herë të dytë, kur kisha shkuar në Shqipëri dhe marr prindrit t'i sjell këtu në Greqi me makinë, më del një gjarpër më prej rrugën, dhe siç e thonë në Shqipëri që është terslek. Atëre mësova që kisha probleme me gjoksin e majt. Do të thënë, mu dha prap një mesazh. Era e tretë, që kam parë atëre ishte i ngordhur, kam qenë në një ishull në Greqi, dhe atëre ndodhi diçka me motrën time. Veç atëre ishte i ngordhur, prapë në mes të rrugës, po ishte i ngordhur, dhe ajo që ndodhi kishte shumë të bënte me atë. Era e katërt, ishte vjet, këtu ku bëj unë shëtitje këtu afër lagjes time, më preu rrugën e u ktheva dhe unë, ishte më i vogël, që vjet punova shumë gjëra me veten time që u lirova, kurse pardije më del një gjarpër i madh, dhe nuk e di, flisnja me një shoqe që është në Tiranë, me Xixhin, nuk e di është këtu, dhe atje ku flisja me kamër, më kalon gjarprin ndërmjet këmbëve, dhe më shkon përpara, dhe unë vetëm kur e pash, nga ara, nga pema, nga ato, do më thënë isha ullur, do më thënë atje ku shëtisnja, dhe mënyra si eci, e pash dhe yri pasaj nga bari. Po frikë nuk thërita aq, do më thënë, në qofë se në një rast tjetër do thrisnja shumë. Vetëm unë gjithmonë shikoj pse më ndodhin këto gjëra, për shembull. Gjithmonë dhe gjarprin e kam patur si pikë synim. Asnjëherë nuk e lej një gjë pa kthyer një përgjigje. Dhe gjëja më e thjeshtë është të hysh në meditim dhe të pyesësh veten tënde. Dhe bëra një meditim të fortë dhe mora dhe një përgjigje. Gjarpri më doli dhe më tha, i thashun pse më del gjithmonë përpara dhe më sjell, do të thënë, çfarë je për mua. Dhe nëse e dini, për shembull, gjarprin po ta shkosh në farmaci, e vjen në farmaci, është terapi. Do të thënë, ka diçka për të thënë gjithmonë. Është terapi. Dhe gjarprin në meditim e sipër më tha që erdha të them, tani është koha të ringjallesh dhe të vendosësh vërtet kufijnë dhe dashurinë për veten. Sepse edhe unë jam grua se ju, tash 55 vjeçe, që kur e mbaj mend veten time, do të thënë jemi rritur me vojtje dhe me shumë probleme, po këtu nuk do themi problemet, po lirimin, se kot nuk u bëra terapiste. Por çdo gjë
është për një gjë. Dhe shkrojta një histori për zjarprin dhe kam gjetur dhe një 2 histori të tjera para se të fillojmë atë meditimin. Ja të shikojmë ku e kam. Historia ime me zjarprin që më mësoi të dua veten. Që në moshën 12 vjeçë jeta ime ndryshoi pa paralajmëruar. Një ndjesi e çuditshme më ndiqte si një shigjet që më ngulej nga mbrapa, si një fije frike që nuk më linte të çlirohesha. Domethënë, frika e zjarprit ishte frika e brendshmja ime. Domethënë, frikrat e ndryshme. Ndaj po I lidh me të gjitha këto. Dhe ju shikoni ku ju e keni frikën tuaj, pastaj do më shkruani cilat ndjenja dhe në këtë momente të jetës tuaj, çfarë bëhet në jetën tuaj dhe çfarë doni të ndryshoni. O zemra, kush ma le atë zërin të hapur prap këtu? Aleksandra, mbyllet të lutem. Nuk e dija çfarë ishte. Nuk e dija pse më ndiqte. Dhe pastaj u shfaq ai. Një gjarpër I gjallë, në mes të rrugës përballë makinës ku isha me prindrit. Unë po nghisja makinën dhe kur e pash trupi im u drodh. Do të thënë ka patur shumë frikë. Frika më ngriu dhe ajo ditë mbeti e gdhendur në kujtesë si një plagë që nuk fliste, vetëm dridhej në eshtje. Nuk ishte era e fundit. Ai kthye. Er pas ere çdo disa vite, eri gjallë dhe eri ngordhur. Dhe çdo gjë që më jepte një ndjesi që nuk mund ta shpjegoja. Nuk ishte vetëm frikë, ishte një thirrje, sikur më ftonte ta dëgjoja. Derisa vitit të fundit ndodhi diçka ndryshe. Ai gjarpër I qetë më doli përpara me një mesazh dhe nuk u tremba si më parë. Nuk ika, thjesht ndjeva që më tha, tani është koha. Dua që ti të duash veten në radhë të parë, pastaj të tjerët. Dhe zemra ime e vogël e dëgjoi, jo më si frikë, po si dashuri. Tani erdhe koha ime e lindjes, ashtu si gjarpri që lëkurën ndëron dhe unë duke lënë barat, mentalitetin, programet, dhimbjet, detyrimet që nga shekujt e shumë brapa që ju dham të kalonte një grua dhe në shumë breza, mbrapa 14 brezave, të paktën unë vendosa të dua veten, të ngrej zërin, të them mjaft deri këtu, ju jam mirënjohës për gjithçka që më sollu deri këtu, para arsve kam fjalën, por unë zgjedh të bëj diçka ndryshe nga ju. Të jetoj, jo të mbijetoj, sepse ne gratë mbijetuam, dhe ne jo shumë ky brezi, sa kanë përjetuar ato nëna tona, gjyshet tona. Mjaft sakrifica e mundime që të pëlqehem dhe të tregoj sa e vlefshme jam. Unë tani më dua të them e të thërrej se thjesht I jam. Pa treguar asgjë dhe kam dhe të drejta dhe jo detyrime. Dua të tregoj dhe të zbërthej zinxhirin nga pararsit dhe të dërgoj dritë tek ata dhe tek pasardhësit. Që tregoj fëmijëve, niprave, mbesrave e çdo gjë të vijë më tej nga ne, po mundemi të jemi vetja jonë dhe një grua meriton shumë dhe pa bërë asgjë, pa bërë asnjë lufte përpjekje për atë që thjesht është. Do t'ju tregojmë vajzave tona si të duam e të respektojmë veten dhe djemve si të duan e të respektojnë një femër e ta duan vërtet, se dashuria është forca më e madhe që ajo që deri tani tregonin burrat me sjelljet e mentalitetin e tyre. Ne meritojmë gjithçka, kushtuar grave shqiptare dhe kudo në botë për një kolektiv më të mirë, ekuilibër dhe balancë. E kam shkruar dhe më thënë emrin tim. Dhe tani dua atë kontributin tuaj. Ku ju keni jetuar apo keni mbijetuar? Cilat nga gratë nuk ka luftuar dhe nuk ka mbijetuar deri më sot me veprimet që ka bërë që të pëlqejt, nga nëna, nga babai, nga gjyshet, nga sërgjyshet, nga fshati, nga qyteti, nga kolektivi, në punë, në fëmijët, duke harruar veten e saj.
Është do njëra nga juve që nuk ka bërë sakrifica? Se unë për vetë e kam bërë. Të gjitha kemi bërë sakrifica, të gjitha. Të njëjtat koha, bravo. Mos erdhi koha të rilindim, sepse mundemi ta bëjmë. Po jo por me dashuri tani që sot e tutje. Mos erdhi koha që vërtet të largojmë ato që u them para arsve 14 preza nga mbrapa që i kemi marrë në kuris, që u themi mjaft deri këtu se ne zgjedhim të bëjmë diçka ndryshe dhe nuk dorojmë për botën. Edhe këtë mund t'ja u them se këto ditë kam punuar prapë vërtet shumë. Sot isha vetëm me çunin, edhe po ja them djali im është 17 për 18, është një fëmijë me shumë emocione, të ndrydhura, ka shumë duhet, sepse disa gjëra ja kam kaluar unë para se të fillonja të punonja, sepse edhe mua ato më mësovi mamaja ime, gjyshja ime, duhet. Ai nuk i lejon vetes të bëj faje, barazohet me mua, më shikon shumë lartër, edhe do thënë është ndrydhur, ndryshe ka të marrëdhënie me babain, ndryshe me mua. Dhe sot vajtëm dhe i kushtova më tepër ditën atij dhe i bëra një regjistrim se mbaron atë shkollën që është e detyruar dhe të vej në talentin e tij. Nuk mund ta përshkruaj lumturinë që kam patur sot dhe atë dashurinë që kalova, do më thënë, kaloj dhe kohë ditë të tjera, dhe që vajta ta regjistrojnë në shkollën që donte. Dhe që ti thosha që ti meriton, dhe je ky që je, ose të pranoj, ose me mënyra të ndryshme që të mos zgjatem. Nuk mund t'ja thosha këto që i thosha sot dhe që i qëndrova pranë dhe që e ndjeva që ai ishte i ciltër, i gëzuar, me besim më shumë në vete, sepse dhe unë e kisha zemrën e mbyllur në shumë gjëra. Si mundet një femër që i ka ndodhur 120 gjëra, edhe që ka luftuar vetë, dhe së mos ne që u rritëm në fshat, në të Tiranë, të përkullura, të bëra, të arri, të hapet kollaj, do të thënë ka frikë. Emocionet nuk të lejnë. Por dua t'ju them që kur ndryshoni ju si nëna, në qoftë se keni probleme me fëmijët, kur ndryshoni ju si nëna, kur juve bëheni dritë, kur juve jeni të qeshura, dhe fëmijët tuaj do jenë mirë. Sepse e kam parë dhe në artë neve, ja është dhe Klara këtu, e shikojmë që çfarë mësime marrim nga fëmijët, dhe vërtet janë pasqyra jonë. Çfarë morëm neve dhe nuk, ose barrën të madhe që kemi marrë ne, dhe nuk e përballojmë dot, vjen fëmia dhe ta merr nga dashuria. Ashtu si barrën që kemi marrë ne, mamas tonë, gjyshes tonë. Dhe kam qenë një nga ata fëmijë që janë bërë prind i prindërve të mi, dhe u thërrita të behesha prind dhe të fëmijët e mi. Dhe kur 19 për 20 ka bërë vajzën e parë, fëmija bëri fëmijë, vajza time bëri tani atë çunin, pas 34 vjeç, dhe i ka të gjitha kushtet, dhe ka një burr që i ripranë, kurse do të thënë e shikoj dhe jam e lumtur nga gëzimi që e shikoj që ka dhe meshkuj që duan dhe respektojnë vërtet gruan, dhe janë atje, do të thënë ngrihet ajo që jep gjë, ngrihet ajo dhe natën. E ndron t'ja japi fëmijën ta bëj, do të thënë as të gatuaj të bëj, do të thënë ka gjëra. Po kur arrin këto, kur dhe fëmia, së mos shupave, neve vajzave, t'ju tregojmë që ju meritoni, sepse nuk e di unë për juve, po këtë kolektiv kemi të gjithë, kur lindet gruaja qajnë dhe trarët, kur lindet vajzë qajnë dhe trarët. Ju thash edhe një video, mua më tha mamaja që kur të lindet ti, mu duk tavani i zi, se isha fëmija e dytë, vajzë. Do të thënë, shikoni me çfarë energji të prejtë, energji shumë kryesore, kur lindet një njeri. Prandaj, është puna që ti ndalojmë dhe t'ju japim mësim dhe
femrave, po dhe çunave, si që thashë, ku e kam shkruar, që çunave të ketë një femër ta respektojë. Jo ta ketë sa për të kaluar kohë, se ne duhet të ndalojmë tradhtinë. Cila nga femrat nuk ka përjetuar tradhti, ose e ka përjetuar, ose ka bërë sikur se ka kuptuar, sepse burrat shqiptare, e kam thënë prapë në një video, që njëri më kishte sharë, s'ka gjë, se kam fare problem, dhe cilët që i mbajnë gratë, të lajnë të fshinë, të bëjnë pasaj shikojnë ato të tjera, sepse s'ju pëlqen ajo e shtëpisë, dhe cilat nga ta rrinë dhe sakrifikojnë dhe e mbyllin gojën, edhe nuk jetojnë, unë për vete kam thënë jam, po kam krijuar familje dhe do bëj durim deri atje ku duhet, por nuk e 100 burrat i bëjnë radhë, në qoftë se nuk do jetë ai i vlefshmi që të më respektoj, nuk do jetë me mua. Thjesht, sepse jam e zonjë vetes. I kemi shumë të nevojshëm meshkujt, burrat. Nuk po ju them që t'i lejmë, as po i them t'i bëjmë, por jo të mos respektojnë veten tonë. Kur edhe këtë duhet t'ja them, kur ti respekton veten tënde, i njëjti person do ndryshojë mënyrën e sjelljes. Dhe femrat, se kemi këtu dhe beqare vajza, ka shumë që nuk kam partner, nuk kam shumë herë, kam frikë se kur kam parë një nënë që vuante edhe para jam unë edhe kisha dhe mshuri për mamanë, se shikonja që punonte, bënte të çmos, në të njëjtën kohë dhe urrënja që ishte në rolin e viktimës. Dhe çfarë bëra unë? Në ana tjetër, në të njëjtën kohë, e donja babain, isha çupe babait, por me të tëra terapi që kam bërë, është që unë e urrënja babain që sillse në atë mënyrë, që e mërziste maman dhe ajo pasaj, ku do vinte në më i dopti, do kushtonte dhunë. Dhe shikojeni veten tuaj, kur keni qenë me burra të mërzitur, ku i keni kushtuar dhunën? Ja futët vetes e sëmurët, sa ajo energji nuk ikën, është një energji si re e zezë që mund të krijohet në trup, dhe sot atë një meditim të tillë do bëjmë të shikojmë ndjenjat tuaja ku i keni bllokuar, sepse ato ndjenja më bën dhe mua që të sëmusha në gjoksin e majt. Edhe thash, sepse kam bërë një trajnim tjetër, që çdo të thotë që në çfarë pjesë të trupit ke problem, do të thotë çfarë problemi është nga mbrapa, çfarë fshihet nga mbrapa. Dhe për mua, tërë sëmundjet mund të shrohen kur një person është gati dhe pa ilaçe. Sepse 99,9% janë psikologjike. Bllokimi i energjisë. Më parë bllokohen trupat e tjerë, astral dhe të tjerë, pastaj vjen në trupin tonë. Dhe kur jemi në gjendje, mund t'i lirojmë. Ndaj që t'i themi këtu fund, dhe ta marrim ndryshe, prap me dashuri, për të treguar që ne jemi, s'kemi nevojë të bëjmë shumë gjëra që të vlerësohemi, të meritojmë, se ne jemi gratë, dem, baba dem, kanë qenë dhe i kanë mbajtur. Pse thoshin dhe më parë, shtëpia prishet nga femra, jo nga mashkulli. Mashkull vete nga vete, vjen prapë në shtëpi. Puna është tinë, e duron atë gjë? Do të vazhdojmë të jemi kështu? Apo duam të bëjmë një diçka ndryshe? Do të japë për shembull tek djali jot që femrat janë viktimë dhe mund të pranojë çdo gjë, dhe te vajza jote që të pranojë edhe ajo, se unë ndesha në jetën time dhe unë pata shumë probleme në jetën time dhe pavarësisht se isha revolucionare, prisnja aty dhe nuk vendosnja për turpin e njerëzve të bënja ndarjen se të përzenja burrin, ta vinja në vendin e tij, sepse ajo në qelizën time ishte ajo e paraardhësve. Është turp një grua të ndahet, somos me fëmijë. Duron gruaja, bën sakrificë gruaja. Atje ku bën një përpara të dilin ato. Një radhë kur flisja me babin tim dhe me vllajin tim dhe i thash që kështu kam këtë problem me burrin, e di si më thanë,
ke një cobuk, a i vete punon të sjell një cobuk dhe ti në kërkon qiqra me ell, po undave mos shkel më në fshat. Shikoni me çfarë bot kuptimi. Ku është mbrojtja e mashkullit këtu? Edhe ju shikoni për veten tuaj ku e keni patur atë mbështetjen. Si mundet? E si ti, femër, që ke fëmijë, nesër pas nesër të të qosh edhe këto problemet, edhe atë frikën fëmijës më mbrapa, të shikoj që ti që rri dhe mban. Tham, duhet komunikimi. Po që të bëj komunikimin duhet të liroj para arsit. Do njëra nga ju të ndajmë do një histori, diçka, apo të fillojmë të bëjmë meditimin. Dhe si ju duket kjo ide që kanë filluar këto kohë të fundit. Dhe si ju duket kjo ide për në muajin tjetër, kjo do jetë të parë dhe thash, le të bëhen sa më tepër se në bazë të njerëzve që do vinë, do shikojmë në çfarë vendi do ta bëjmë, dhe në Tiranë. Dhe dua t'ju them, mos u qani, pse mos më shkruani, nuk jam mirë, jam e bllokuar, jam këtë, jam andej, sepse akoma dhe në këto që bëhen falas përtojnë disa të ynë. Po ju them me shpirt që asgjë nuk mund të ndryshojë në qoftë se ti nuk bën një diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Është veprim kundër veprim jeta. E me fizik. Asgjë nuk mund të ndryshojë. Nuk do vi kur thon atë gjarprin, nuk do ta nxjerrë ose gomarin nga balta një njeri tjetër, vetëm ti do ta nxjerrësh. Puna është çfarë metode do përdorësh. Do rish në rolin e viktimës deri kur? Kujt do t'ja përcjellësh? Fëmijëve tënd? E mos thuaj pastaj që fëmia im nuk më flet, nuk më bën, nuk jam mirë, e rri mërzitur. Somos ne femrat shqiptare kemi vojtur shumë. Çdo të thotë je për të çmuar në qoftë se ndan një burrë kur të tradhton, kur të ka në krevat edhe flet me femra të tjera, çdo të thotë kjo. Pse ata pas kanë të drejtë dhe ne femrat pas kemi të drejtë? Pse ata nuk marrin përgjegjësinë e jetës të tyre kur martohen dhe bëjnë një fëmijë? Unë nuk jam në kundërshtim as i mashkull. Në qoftë se do të jetë të bëj çfarë të doj, me një grua, me një burr, me çfarë të doj le të bëj atje për jashtë. Por jo ama kur vendos të bëj një familje, çfarë kanë fëmijët? Çfarë kisha unë që baba im të pinte e të shikoj një dhunë në shtëpinë time? Çfarë kisha unë pastaj që duhet të sill një burr piravec në jetë? Të bënte dhunë edhe më keq akoma. Edhe se kur i thoshe pasaj duhet të thoshte që ti jep një copë për një copë rojmë. Jo, unë nuk dua të rojmë për një copë, unë dua të roj. Edhe unë fëmirinë, tani po e përjetoj dhe adoleshencën. Tani jam e lirë dhe për çfarë të dua. Si thash, dola dhe sot në për lulet, në për ato, ku të do një unë? Do shkonja. E s'mi interesoni çfarë thonë njerëz. Meri, mund të flasu unë? Po, kush je ti? Triada. Mirëmbrëma të gjithë grupi që nuk njoh asnjë njeri përveç se Alma, nuk e di po është brenda. Nuk ka gjë. Jam shumë dakord me të gjithë ato që the, edhe me gjithë historinë tënde që the. Besoj që të gjitha gratë shqiptare, të gjitha pa përjashtim, mund të jetë 1% që nuk i kanë kaluar ato që ke kaluar ti. Të gjitha i kemi kaluar, të gjitha i kemi mbyllur syt, edhe të gjitha kemi bërë atë që ne nuk donim të bënim. Edhe mblidhnim të gjitha, si ta them fjalën, të gjitha plerat i mblidhnim për veten tonë, edhe nxinim një llafe që nuk donim ta nxirnim, por nuk ishim tjetër mënyrë. Bravo. E vërteta
do më thënë është tjetër dhe jashtë të pisë mos dilte, sepse rronin për të tjerët, dhe të tjerët jemi ne, çdo njëri jemi të tjerët për të tjerët. Po. Puna është që çfarë do bëjmë tani, që këtu e tutje triada. Ajo është fjala. Faleminderit shumë që bën këto zoomet dhe kanë shumë rëndësi që edhe më bëhet shumë qefi që janë të gjitha këto gratë shqiptare këtu dhe dëgjojnë se është një gjë e re për neve, nuk është e re sot, po për neve, për shqiptarët është e re. Edhe të gjitha duhet të ngrihemi edhe të bëjmë punë për veten tonë, të duam veten tonë e para, se të gjitha ato që the, të gjitha i me burin, i me nanën, i me baban, me të gjithë ndodhin. Ashtu si që i the. Neve tani mund të bëjmë diçka ndryshe. Të ringjallemi tash, si ajo gjarpri tash, gjarpri shumë tha dje, se që hequr lëkurën dhe ti tani të tregova që ti erdhi koha të ringjallesh, të duash vërtet vetën dhe jo të tjerët. Po. Do të thënë, ishte një gjë shumë e bukur. Të gjitha kemi rojtur për të tjerët, për shoqërinë, për fshatin, për qytetin, nuk e di për kë. Ose më tepër edhe me fëmijët. Ajde tashi mos i them atë se nga ana tjetër dua që t'i them, po nga ana tjetër mërzitet fëmia. Pse mërzitet fëmia? Se unë ja kam mërzitjen. Jemi brezi që ne s'kishim që do të thënë u bëm prindër tek fëmijët. Po. Dhe jemi brezi që ne kemi frikë të flasim nga fëmijët. Po. Dhe atëre kush të peshat, të plagët, gjithsa ku do thoni pasam më dhejmë kurrizit, ja këto janë kurrizit që më dhejmë, më dridhen këmbët, më dhejmë gjunjët, këto janë, ose edhe sëmundjet e tjera, dhe këto të fryrat, jemi të fryrat se mbaj, ndjenjat janë ato, ndjenjat, unë që 20 vjeçar kishim bërë tiroidet, sepse nuk flisnja, duhet të ngrejmë zerin duke i bërë vetë punë vetës tonë dhe të themi ndalë. Dhe s'është nevoja fare të luftojme, fare nevoja të kur ti arrin që respekton veten dhe ke punuar dhe heq barat, të shikoni që tjetri duke të parë do të respektoj. Dhe do shikoni kur ndryshoni atë tash energjin tuaj dhe kur punon aq shumë, thash si sot që vajta që ishte ai që ishte si drejtor carisht atje në shkolla e djalit, mënyrën se si të cilët tjetri, si ta abderën, si ta afron kariken, sepse unë pa folur, sepse të ndjen si energji, të ndjen, se më parë jemi energjia, 5 metra rreth e mbanëm, atë shqipë njerëzit, pasaj kemi fjallën. Të kupton tjetri, se si je, edhe ashtu të sillet. Bravo. Sot ishte shkolla, ishte 3.500 euro në vit për djalin. Me sjellje dhe me fjalët është për të çuditur se do të thënë ka që këtu dhe këtë bëni, provojeni vetëm, çfarë ju them, provojeni, mos më besoni mua. Para se të ikni në një vend të përerë, bëj ushtrimet, fërkoj duartë dhe i mbyll sytë dhe i dërgoj dritë atje. Po do shkosh. E ndërroj vendin dhe do ta shikoni, bëni provë e do ta shikoni. Si të presin njerëzit, si të flasin, si do funksionojnë. Si punon e ne. Tash 3.500 e dinja që isha, unë do realizoj thash unë, se shkollë private nga jo amerikane, angleze. Do realizoj thash unë, do t'ja ullë 2.500. A e dini sa e mora unë asë shkollën? E mora 1.750. Gjysmët, bravo. Dhe i mora dhe një vikotita, si thonë në Shqipi vikotita, falas. Do më thënë, shikojni besimi, dhe sot i dash dhe ati djalit një mësim që po, mama, kur ka besim, sepse djalim nuk ka shumë vetë besim, sepse mori dhe aju timet, gjërat që sarita ti mbaj një unë i ka marrë aju, edhe cupa ime ka marrë të tjera, se dhe unë kam qenë shumë emocional, nuk arrinja të flis një hapur, unë kisha një halë, do qesh një,
Dhe nuk më kupton të asnjë njeri që unë kisha probleme. Pa shikon, ishte depresioni i qeshur, prandaj shikoni gra. Depresioni i qeshur, nuk e dinja që kishte dhe depresioni të qeshur. Nuk donja të mërzisnja të tjerët dhe ja fusnja vetes. Pse? Sepse e mësova që kur isha fëmijë. Dhe thash, meditimet të shumta kam bërë dhe për tita që të liroj dhe për tita lirohen gjërat që të vinë përpara nena, papai, momente. Me këto do punojmë. Edhe sot do bëjmë një parë gjëje, po këto do punojmë dhe ato 3 ditë. Këto do punojmë që këtu e tutje. Sepse mesazhi që më është dhënë nga Zoti është që gruaja do të çlirojë të gjithë gjërat dhe do sjell harmoninë. Gruaja lind, gruaja mund të bëjë gjithçka. Rrit. Burrat dhe rrit dhe të gjitha. Burrat do na shikojnë dhe nga dashuria e vërtetë atë do na respektojnë. Do filloj që si vjet dhe kush do krijojë marrëdhënie dhe e kam thënë në agjentën magjike deri në 2030 do vi balancimi. Higjinisë femërore me maskullore dhe do vi harmonia. Po këto kohë do kemi pak punën e. Prandaj jemi thërritur dhe jeni thërritur ju që sot së bashku edhe që këtu e tutje të ngrejmë zërin dhe mos jemi ato gratë si nëna tona, gjyshet tona që e mbyllin gojën, e mbante, e dinte që trahtonte burri, e dinte çfarë bënte dhe e mbyllte dhe ante dhe një dru të mirë. Edhe kishte frikë kemi kaluar, edhe ne kemi kaluar, jo vetëm frikë. Kishte frikë të fliste, edhe kishte frikë të thoshte jashtë, edhe më gjërat dhunë, për dhunim, sepse kush femër dhe të flasin dhe për dashurin, për seksin këtu. Kush nga gratë, kush e respekton të burin? Po vinin, lëshonin plerat edhe i. Ishte lëzerin zemër. A e dini, do të duhet çdo gjë ta vejmë në vijë. Jo për të tjerët, sepse nuk kemi për të vdekur, nuk kemi për të pësuar asnjë gjë. Dhe jo me sherr. Do shprehni ndjenjat, po si të shprehni ndjenjat kur ti shkriun ato ndjenja. Kur i kam të bllokuara atje nuk shprehem. Edhe pastaj dëmtoj dhe fëmijët. Dhe i thash, puna e parë është, ne keni mamat akoma, ti sillni. Po edhe me fëmijët. Dhe për fëmijët do bëj një grup tjetër, nuk e di tani me çfarë mënyre, po dua të bëj një grup vetëm për fëmijët nga 7 vjet deri në çfarë moshe, që mos do licencët, nuk e di në Shqipëri çfarë mund të bëjmë që të ndihmojnë këto shkollat private, se në këto shtetërore s'të lën kollaj të hysh që të ndihmosh, të kemi një grup dhuratë falas, sepse fëmijët janë ardhmja jonë, janë shpresa jonë. Dhe duhet të ndihmojmë. Dhe fëmijët e sotëm janë të shesin e të blejnë serë të tyre. Ka shumë zgjuarsi. Disa fëmijë që nuk flasin dhe i quajmë me problematikë, nuk janë problematikë, ata fëmijët mbyllën i zemrën. Ata fëmijët janë më të zgjuar nga ne, por nuk na marrin vesh neve që flasim këto gjuhë dhe bëjmë atë rolin e budallajt, e të viktimës. Edhe i shta shprejnë me mënyrën e tyre, me problematikën e tyre të thonë merru me mua. Se kam bërë dhe terapi me persona që kam patur fëmijë, si të thuash me probleme dhe gjithmonë problemet kanë dalë që problemi i fëmijës është tek prindi. Me sistemin përfaqësik. Mënyra kemi, sa të doni. Kam bërë dhe një trajnim të fundit tani që më ndihmovi shumë, më zbërthevi, më tundi, më shkundi, tham për kushtimin, që jemi përkushtuar të nenat, të gjyshet dhe të gjitha, nga dashuria, dhe kemi bllokuar jetën tonë, dhe hierarkin, që kishim rol jo të dur në shtëpinë tonë, dhe atë krijuam dhe në familjen tonë. Kush të doja, të dyja mund t'i marri në privat, se është një diçka që nuk mund ta bëjmë në grup dot, ose nga afër, kush do jetë, po kësaj radhe thash në Tiranë kam zgjedhur këtë temë. Do kemi dhe lajmërime të tjera për këto, kush nuk do mundi të dërgojnë njerëzit që mund të munden, shpërndani, ndihmoni gratë,
ndihmoni veten tuaj. Unë jam këtu për t'u udhëhequr, për të thënë që të bëhemi të gjitha bashkë, mënyra ka, por ju do merrni atë vendimin e fundit, mos keni frikë, se provojeni kur të arrini të doni veten dhe të shikoni forcën tuaj, atëre asnjë mashkull, asnjë njeri tjetër nuk ka çfarë t'ju bëjë. Se duhet të arrish të thuash, ndihem kështu. Do mësojmë dhe mënyra si mund të them, ndihem kështu. Kur ti më sillesh në këtë mënyrë. Por nuk do pranojmë. Unë për vete nuk tradhtinë nuk e ka pranuar, është pranoj. Dhe di që në jetë e të tjera, në bazë të artës që kam bërë, do më thënë jam tradhtuar dhe nga burrat. Dhe në bazë ndaja u linda në 8 mars, në ditën e grave, që ndërmjet plagëve të mia, të nënës, babaj dhe paraardhësve, të luftoj për drejtësinë, dhe do vi ajo drejtësia. Atëherë, do njëri tjetër të flasi, apo të fillojmë të bëjmë atë meditimin. Kush e ka atë hapur zërin? Shkruaj unë këto ditë. Pani, u me puni sopë kënë lë. Po ti neni? Nene, se. Meri, doja të thoja unë, doa të filloj mbas majit, se do ikim tani, do ikim në Francë, edhe kur të kthehem nga Franca, doje që të filloja. Po, zemër, kur ti jesh gati, thashë, vetëm kur një shpirt është gati, mund të lejojë, të lirojë. Edhe kur si jemi gati, marrim mësime të tjera, prandaj nuk e lejojmë. Sot do punojmë me fëmijën tonë të brendshme, se ne jemi në këto mosha që jemi, po kemi një fëmijë të brendshëm që e kemi të plagosur. Ai fëmija i brendshëm i plagosur nuk na le që ne të veprojmë, se ka frikë, ka dhimbje, ka mban ngarkesa, pa nuk do t'ja kaloj të tjerëve. Ndaj, në qoftë se nuk ka njëri tjetër për të folur, mund të fillojmë direkt të bëjmë meditimin e fëmijës të brendshëm. Ka do njëri tjetër për të folur? Nuk dëgjoj asnjë. Atëherë, shikoni të jeni drejt me shtyllën kurrizore që të kaloj energjia. Bëjmë dhe qëllimin e kësaj terapie, këtij meditimi, që çdo plagë, çdo dhimbje të brendshme që sot është gati të dali dhe të lirohet. Në fund do më thoni pastaj nëse ka diçka që të shikojmë të punojmë në mënyrë tjetër dhe të lirojmë. Gjej një vend të qetë dhe relaksues. Ulu me shpinë dhe drejtohu, mbylli syt dhe merr frymë të thellë me undë, çoje në bark, mbajt deri në 3-4 numëro nga brenda dhe nxirre frymën jashtë. Merr frymë thellë, të lutem, se po bëjmë meditimin, mbylleni zërin. Merrni frymë thellë. Mirë se erdhe mentor, ti je një artist me ngjyra. Kemi dhe burra me shpirtra me ndjenja dhe jam krenare për këtë. E falenderojmë dhe mentorin që është gjithmonë këtu, që tregon që ka dhe burra që do tregojnë në botë që vetëm me ndjenja të pastra dhe me dashuri kashëgrave do vijë shërimi.
sepse jemi një. Përqëndrohuni tek frymarrja juaj. Merrni frymfell nga unda dhe lëshojnë ngadalë nga goja. Përsëriteni disa herë duke e lejuar trupin dhe mendjen të qetësohet. Vizualizoj një dritë të bukur që rrethon trupin tënd. Shikoj çfarë ngjyrë do të shfaqet. Është një dritë e pastër, shëruese, një dritë e fuqishme që shkëlqen si diell dhe ajo rrethon çdo qelizë të trupit tënd, duke e mbushur me ngrohtësi dhe dashuri. Lejoj këtë dritë të depërtoj përmes çdo pjesë të trupit tënd, nga gishti i këmbës deri në kokë. Merr frymfell dhe imagjino një rrjedhë të dendur energjie nga toka. Toka ka energjinë më të pastër dhe ajo do të ndihmojë të çlirohesh nga çdo barë ngarkuar. Imagjino se energjia e tokës po të tërheq nga maja e kokës dhe po e çliron çdo tension dhe dhimbje që ke patur. Largo dhimbjet e së kaluarës. Lejoj vetes që të kujtosh ato momentet e vështira, dhimbjet që ke përjetuar në fëmijëri dhe braktisjet që të kanë ndodhur. Ndjehu në paqe me ato kujtime, sepse tani është koha për t'i lënë pas. E ke kaluar atë dhe mund të çlirohesh nga ato ndjenja. Tani imagjino një zë të embël që të thotë: ti je dashur, i dashur, je fuqishme dhe tani është koha të shërohesh. Ky zë është i dashur dhe i ngrohtë. Ai është i pranueshëm dhe të ndihmon të ndihesh i sigurt dhe e mbrojtur. Shkruaj një bisedë me veten tënde duke i thënë vetes që ti e meriton dashurinë dhe mirëqenien. Ti nuk je më viktim, por një grua që ka kaluar shumë dhe tani është në udhën e shërimit dhe fuqëzimit. Dëgjo veten të flasë me dashuri dhe do të ndihmosh vetveten të mbash hapur zemrën dhe mendjen për dashurinë e vërtetë. Dhe shiko tani, në qoftë se në trupin tënd ke një mpirje, në duar, në këmbë, në trup, diçka ndjen, një energji e bllokuar. Dhe në qoftë se ndjen diçka të tillë, ose në gjoksit, në zemër, shpinë, dua të ndërrosh, imagjinosh sikur unda jote ka shkuar në ajo pjesë dhe do marrësh frymfellën nga ai vend. Merr frymfellën dhe liroje. Imagjino se aty është një energji e bllokuar dhe është si një re e errët që tani po largohet nga trupi yt. Shikoje se si ajo zhduket dhe tani ndiqe me sy derisa të largohet në qiell dhe bëhet dritë e lumturi. Dhe tani, në vend të asaj rese, dua të vendosësh një dritë të ndritshme në atë vend të shëruar tani me, duke i dhënë mundësinë trupit dhe shpirtit të shërohen në një nivel të ri. Dhe tani merr frymfell dhe liro. Merr disa momente për të menduar për ato gjëra që do t'i lësh pas.
çdo emocion dhe kujtim që nuk të shërben me çdo frymë që merr, thuaj. Unë, thuaj emrin tënd, po lë gojdenët, mentalitetet, programet, ngarkesat, frikrat, barat nga e kaluara. Tani është koha ime për të ndërtuar një të ardhme të shndritshme. Largo çdo emocion që të rëndon. Lejoj vetes që të ndihesh çlirimin dhe dritën që mbush hapësirën tënde. Dëgjoj zemrën tënde që të thotë: unë meritoj të jem e lumtur, i lumtur. Unë kam fuqi për të krijuar një jetë të re. Dhe për sot, dhe që nga sot fillon rilindja ime. Diçka e re do jetë gjithmonë në jetën time. Merr një frymë të thellë dhe leroje veten të kthehet në momentin aktual me një ndjenjë të thellë qetësie dhe shërimi. Dije se çdo ditë është mundësi për të çliruar më shumë hapësirë për dashuri dhe dritë. Falenderoje veten për këtë meditim që bëre dhe për gjithçka që sot kalovi nga errësira në dritë. Thuaj vetes bravo se sot ka bërë një hap të madh për të pasur një jetë të re, të mbushur me dashuri, dritë dhe paqe. Të uroj që ky meditim të sjellë shërim dhe energji pozitive në jetën tënde, sepse ti, grua, nenë, motër, meriton shumë. Dhe tani, siç je te ai vendi, shikoje përpara nënën tënde, gjyshen tënde, stërgjyshen, nga ana e mamas tënde, dhe shikoje dhe gjyshet dhe tër gratë nga ana e babait tënd. Tër paraardhësit janë aty. Me një shenjë falenderimi, duke e imagjinuar veten tuaj të ulur në gjunjë, thuaj emrin tënd. Dhe thuaj jam pjesa juaj. Jam edhe unë si ju. Deri më sot jam përkushtuar edhe unë tek ju, pavarësisht se quajnja veten më mirë, më moderne, dhe kam bërë gjëra të tjera nga ato që bëni ju. Po në çdo qelistë të trupit tim, ishit edhe ju. Kam mbajtur dhimbjet tuaj, ngarkesën tuaj, frikrat tuaja, por sot dua t'ju them faleminderit. Ju jam mirënjohëse, mirënjohës, por sot dua t'ju them që unë do bëj diçka ndryshe nga ju. Do ta bëj për vete dhe për ju. Dhe kërkoj bekimin tuaj. Dhe ju dërgoj dritë e lumturi për të gjitha sakrificat që bëhet që jetën e sol deri këtu. Se po mos ishit ju, nuk do isha unë. Dhe shikoj me mirënjohje të gjitha ato gratë që kanë kaluar luftra, sëmundje, bara të mëdha, kanë duruar shumë që jeta të vinte deri tek ty. Dhe ndjej të dërgosh dritë në të gjitha vijat tënde të paraardhësve. Dhe shikoj që tërë gratët të thonë vazhdo dhe bëj edhe për ne. Je e bekuar dhe ec përpara. Dhe të gjitha të dërgojnë dritë e lumturi dhe ngriu në këmbë. Të thënë kurrizin nga mbrapa, duke i ndjerë tër fuqinë e paraardhësve tënd. Dritën që vjen nga ajo si korrent elektrik
dhe vjen deri te ty. Lidhur ndërmjet dritës, jo ndërmjet errësirës dhe dhimbjes që sot e tutje, dhe bëj hapa përpara. Dhe shiko ta bësh dhe për fëmijët e tu. Dhe tani ndërro fëmijët e tu përpara. Në ke vajzë, çun, shikoj me radhë. Dhe shikoj që zemra jote është mbushur plot me dashuri, me dritë. Dhe nga zemra dhe nga duart e tu del vetëm energji e pastër. Dhe dërgoja o fëmijëve tënd dhe thuaj, sot unë jam nëna juaj. Sot që unë busha plot, So please ensure you have a valid ticket for the entire journey while making. Failure to produce a valid railway ticket can result in a penalty fare notice of at least £100. Mbyllni zemra ato zemra. Respekti ku është në këtë moment. Jep ju dashuri, jep ju dritë fëmijëve të tua dhe shikoj që ata janë përpara teje, sepse fëmijët nuk kanë detyrime. Ne prindrit marrim nga prindrit tanë jetën tonë, dashurinë dhe atë ndjeni si korrent, ndjeni si dritë e shpërndajmë te fëmijët tanë. Nuk mund të japim asgjë kur nuk kemi marrë. Ndaj kemi dhe bllokime në jetë. Ndjeni që dërgoni dritë dhe të thoni që vazhdoni përpara, nuk keni asnjë detyrim kashinesh, ne morëm jetë dhe ju dham jetë, ju do jepni jetë më poshtë. Le të ndryshoj dhe ky mentaliteti që fëmijët kanë vetëm detyrime, së mos vajzat, si duan qajnë trarët, pastaj ju vjen dhe vajzat janë për të mbajtur nenën e babait. Dhe detyrime, le të shkëputen këto mentalitete. Dhe shikoni dritë nga do, dhe në qoftë se mundeni, hapini sytë, ngriuni nga vendi, dhe me këmbën e djathtë të bëni 3 hapa përpara dhe shikoni gjën e parë që do t'ju zerë syri dhe ta diskutojmë për pak këtu çfarë patëm, sepse kjo ka të bëjë shumë me zgjidhjen dhe ato që patë. Dhe avash në kohën tuaj, vim këtu ku ishim, ta bëj dhe unë.